përgatitja intelektuale. Kjo është një gjë që unë mendoj që na mungon në çdo lëmi. Domethënë, mendoj që ka kaluar koha nëse flasim për aktrim, e aktorëve mediokër, e aktorëve jo intelektual, e aktorëve të pashkolluar, e aktorëve që kanë qenë me gjithë respekt për ata. Nëse ata aktorë kanë qenë prezent në një kohë tjetër, në një kohë kur, siç e tham më herët, nuk ka qenë aq lehtë. Dhe në një kohë kur mbase talenti është shmuar shumë më tepër se sa sot. Dhe talenti ka qenë masa kryesore dhe një person ka pasur talent, nuk ka pasur arsimim adekuat, por madje ndoshta edhe në shumë rrethana arsimimi adekuat nuk ka qenë as prezent. E kështu me radhë dhe njerëzit janë bërë ashtu siç janë bërë, por nga ana tjetër, ata duke ditur këtë gjë, kanë qenë shumë më entuziastë se sa ne që jemi sot. Dhe me entuziazmin e tyre kanë mundur dhe kanë arritur ta mbulojnë këtë pjesën tjetër. Përsa sot, në kohë kur entuziazmi nuk është që ekziston fort, sepse gjërat janë lehtë të arritshme dhe prandaj edhe me gjas nuk ekziston entuziazmi. Nga ana tjetër, na duhet intelektualizmi në çdo profesion, sepse nuk mund ne dalim para publikut me tendencë që ne po i ofrojmë diçka publikut nëse ne nuk jemi të paktën pak mbi nivelin mesatar. Sepse nga ana tjetër është edhe një rregull që ekziston për teatrin, po edhe jo vetëm për teatrin. Ekziston për çdo profesion publik, që në publikun duhet ta trajtojmë si një vend që kanë kohat më të mbritura dhe kohat më të mençura të atij vendi, sepse ne nuk e dim kush mund të jetë në publik aty. Mund të jetë publik nga një deri më i zakonshëm deri te koha më e ndritur. Po gjithata gjatë dhe ne nuk e dim kush, siç edhe nuk do të dim, nuk mund ta civilizata të pishësh gjatë pandemie. Por ç'bëhet beset ton. Eksakt. Dhe duhet jemi të përgatitur sikur këto bisedë po e ndjek njeriu më nditosh mesin tonë. Okej, mirë mi po me këtë sy, kështu gjithë. Po çka me bo, që jo gjithë e shohim. Është kritika më e keqe që për cilës unë friksohem në profesionin tim, është kritika prej njerëzve kompetent. Ta zëmë nëse unë duhet të luaj ndonjë rol, ose duhet të bëj regji për ndonjë situatë për cilën unë nuk jam kompetent, mua do më duhet me patjetër të konsultoj gjithë literaturën e mundshme, gjithë profesionistët e mundshëm,